Mirëmbrëma zëna dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndishnje. Krimet përgjakin Shqipërinë, në Tiranë picieri vret me thik kuzhinjerin, ndërsa në Durrës djali masakron babain, turisti në Berat vritet për një fjalë goje. Atentat me tritol në Shkodër, hidhet në erë makina e një punojësi të tatimeve, 38 vjeçari mbetet i plagosur, gjendet i djegur mjeti i autorëve. Kushtetuesi afton Erion Veliajn të jetë në seancën e të premtes, njoftohen SPAK dhe burgje, gjykata do vendos për lishmërinë e shkarkimit të tij. SPAK dorëzon prova të reja për Ilir Metën, avokatët akuzojnë gjyqtaren se po i bën presion prokurorëve që ish presidenti të mbetet në qeli. Vjojmë gjerësisht me lajmet, një krim i rënd ndodhi këtë të martë në mes të Tiranës. Debati mes dy punonjësve të një lokali përfundoi me vrasjen me thik të njërit prej tyre. Autori i ngjarjes është picieri i lokalit i cili shëlloi për vdekje kuzhinjerin. Pas arrestimit ai tha se ishte bullizuar vazhdimisht në ambientet e punës. Konfliktet e përditshme në punë, shkëmbimi i fjalëve dhe fyerjet e ndërsjellta shkaktuan një ngjarje tragjike në mes të Tiranës. Gjithçka ndodhi brenda ambienteve të këtij lokali në zonën e komunës së Parisit, ku picieri është përplasur sërish në orët e pasdites me kuzhinjerin. Fatkeqësisht, debati mes tyre përfundoi në përdorimin e armëve të ftohta. Picieri, 41 vjeçar Filip Shehu, rrëmbeu një thik dhe qelloi disa herë kuzhinjerin Indrit Ismail Llarin, 34 vjeç. Ky i fundit mori plagë të rënda në pjesën e qafës dhe të barkut, dhe megjithse ju dha ndihma e parë dhe u dërgua në spital, nuk arriti të mbijetojë dot. Vetëm pak minuta pas krimit, policia arrestoi autorin. Fjalët e para që ai tha ishte se e kishte vrarë kuzhinjerin, pasi ai e bullizonte vazhdimisht në ambientet e punës. Hetuesit morën dëshmitë e punonjësve të tjerë të lokalit, si dhe sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë për të zbardhur plotësisht ngjarjen tronditse. Një krim brenda familjes tronditi Durrësin në orët e drekës të kësaj të martë. Një i ri 25 vjeçar qelloi për vdekje me thik babain e tij të moshuar pas një debati brenda shtëpisë. Policia arrestoi autorin e krimit, i cili dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor. Djali 25 vjeçar vrau me thik të atin në fshatin Shkallnur të Durrësit. Marian Kodheli goditi me thik babain e tij, 69 vjeçarin Pjetër Kodheli, pas një debati që kishin patur me njëri tjetrin. Pas krimit, që ndodhi rreth orës 13, ai u largua nga banesa duke shkuar në drejtim të plazhit tek zona e shkëmbit të Kavajës. Por 25 vjeçari është kapur rreth 2 orë më pas nga policia në ambientet e një lokali në pronësi të motrës së tij. Djali besohet se ka probleme të shëndetit mendor. Familje, ishin familje qetë? Jo, qetë. Nga janë në origjinë? Këta nga Mirdita. Nga Mirdita. Sa fëmijë ishin? Ka 6 kaloj. Me kë jetonin këtu vetëm me djalin? Jo, ka që jashtë. Ai tani është kthyer, domethënë. Ai dështi di që ama. Se i ra tikën të në kokë. Aha. Ana diç. Megjithatë, të afërmit autorit thonë se nuk e dinin që ai kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor, dhe po ashtu autori nuk rezulton i kartelizuar në spital. Marian Kodheli tashmë ndodhet në komisariat ku pritet të merret në pyetje në prani të psikologëve. Një vizitor nga Tirana është vrarë këtë të martë brenda kalas Berati, 42 vjeçari që kishte shkuar në këtë qytet për një vizitë përfundoi i vdekur pas një konflikti të çastit nga një 63 vjeçar. Kristo Mema e goditi disa herë me thik Keli Hoxhën që humbi jetën gjatë transportit për në spital. Konflikti dyshohet se nisi për shkak të një kali që përdorej për shëtitje turistike në kalan e qytetit. Ai ishte në pronësi të autorit, mirë po ende nuk është bërë ditur se pse konflikti përfundoi në përdorimin e armëve të ftohta. Pas ngjarjes, autori është larguar nga vendi i krimit.
Prokuroria e posaçme paraqiti këtë të martë prova të reja për ish-presidentin Ilir Meta. Seanca paraprake e planifikuar të mbajë këtë të martë u shty, ndërsa avokatët dhe ish-bashkëshortja e kryetarit të Partisë së Lirisë akuzuan gjyqtaren e çështjes. Sipas tyre, Irena Gjoka po i bën presion hetuesve për të mbajtur me çdo kusht në qeli Metën. Dosja e Ilir Metës sërish në udhkryq për shkak të shtyrjes së seancës që ishte parashikuar të zhvillohet këtë të martë në gjykatën e posaçme. Seanca paraprake ku pritej që gjyqtarja Irena Gjoka të vendoste përkalim apo jo për gjykim, u shty për shkak të mungesës së avokatit të Monika Kryemadhit. Gjyqtarja Irena Gjoka pezulloi afatet e paraburgimit të Metës, ndërsa SPAK paraqiti prova të reja në gjykat. Avokati i Metës akuzoi gjyqtaren Gjoka duke thënë se ajo po shantazhon prokurorët pasi sipas tij këta të fundit po hetojnë magjistraten për akuzat e ngritura nga Sali Berisha. Prandaj ne sot kemi patur një tension me gjykatën, jo me prokurorët, sepse prokurorët normalisht janë në të drejtën e tyre edhe se kanë shkelur ligjin, por ne kemi me gjyqtaren. Padyshim që kjo gjyqtare, vazhdoj të them, ne tani do fillojmë betejën me gjyqtaren, sepse kjo gjyqtare sot ka marrë dhe një precedent të një vendim të rrezikshëm tjetër, duke vazhduar pezullimin e afateve të paraburgimit për presidentin Meta, edhe pse unë kam qenë aty prezent dhe kam dashur që seanca gjyqësore të vazhdoj. Kjo përsëri ka vazhduar sot pezullimin e afateve dhe vërteton dhe njëherë që zonja Gjoka apo Maneku, siç e njihni ju, nuk është gjyqtare e aftë edhe juridikisht, por e kapur politikisht edhe natyrisht e shantazhueshme. Të njëjtat akuza përsëriti edhe Monika Kryemadhi, e cila në prononcimin për mediat tha se Altin Dumani po zgjat hetimet për të mbajtur në qeli Metën. Hetimi për zotin Meta, Monika Kryemadhi, maman Dime Fatime Kryemadhi dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ne vazhdojmë jemi në hetim paraprak. Dhe arsyeja për të cilën është vepruar në mënyrë të tillë është vetëm një qëllim për të mbajtur zotin Meta në burg, për të mbajtur Monika Kryemadhin dhe familjarët e saj në presion, dhe për të arritur një inat personal që nuk e di të kujt e ka, sigurisht që nuk është gjë tjetër vetë se ata që duan ta bëjnë janë ushtarë të bindur të jurikimit edhe pse sot është në largim e sipër. SPAK mbylli hetimet për dosjen e Ilir Metës në fund të muajit korrik. Në këtë dosje janë përfshirë 3 hetime: çesdia, lobimi i LSI në SBA, si dhe pastrimi i parave të ish-çiftit presidencial. Gjykata kushtetuese ka thëritur Erion Veliajn për të marrë pjesë në seancën e 31 tetorit. Në njoftim, kushtetuesja shpreh se drejtoria e përgjithshme e burgjeve është njoftuar lidhur me orën dhe datën e seancës dhe se Veliaj, si palë kërkuese, është ftuar të marrë pjesë fizikisht. Gjykata bën me dije se lidhur me çështjen është njoftuar edhe prokuroria e posaçme, ndërsa kërkon marrjen e masave për shoqërimin e Veliajt në rast se do të shpreh vullnetin për të bërë pjesë e seancës publike. Në 31 tetor, togat e zeza do të shqyrtojnë kërkesën e Veliajt për kundërshtimin e shkarkimit nga Këshilli i Ministrave si kryebashkiak i Tiranës. Kërkesë kjo që çoi edhe në pezullimin e zgjedhjeve në kryeqytet. Ndërkohë, 2 zyrat ndërkombëtare të avokatisë që përfaqësojnë Erion Veliajn kanë publikuar raportin e dytë të përditësuar mbi çështjen ndaj tij nga SPAK, ku theksohet se po mbahet në burg për të penguar ushtrimin e detyrës. Gjatë fjalës së mbajtur në forumin për të ardhmen e investimeve në Arabinë Saudite, kryeministri Rama është fokusuar tek çështjet e sigurisë. Sipas tij, Evropa po fokusohet vetëm tek armatimi dhe nuk ka një plan të saj për paqen. Me të cilën kemi ecur. Kryeministri Edi Rama ka kritikuar vendet europiane për mënyrën se si reagojnë ndaj presionit dhe konflikteve. Nga Riadi, teksa po merr pjesë në forumin Future Investment Initiative, kreu i qeverisë kërkoi që perëndimi të ndryshojë qasje dhe të mendojë më shumë për paqen. Një Europë që nuk e ka planin e saj të paqes, që për vite e vuri veten në autopilotin e Amerikës, e kur gjërat atje ndryshuan, nisi të rizbulon të fjalën armë pushim, që ishte hequr nga fjalori të gjithëve, dhe ka ngecur në një pozicion që mendon vetëm tek armatimet. Kjo është shqetësuese. Nuk më takon mua t'i bëj leksion askujt. Duhet të bëjnë të tjerët, por si një europian i palëkundur ndihemi shqetësuar nga fakti që fjala municione bërthamore është kthyer në diçka normale. Rama kërkoi që Europa të reflektojë dhe të mendojë për të ardhmen. Kur e shet të gjithë këtë, e kupton që të duhet një dush për ulësie dhe të përpiqet të reflektojë.
Se çfarë duhet të bëjë të mos bëjë Europa nuk ka lidhje me mua apo Shqipërinë. Një tjetër kritik i kreu të qeverisë lidhej me zhvillimin e vendeve europiane, madje solli edhe një krahasim me vendet arabe. I kemi marrë të mirë qëna ato që kemi. Tashmë jemi tek inercia e mërzitshme. Ja pse këtu ka një ndjesi që jeta ime po ecën mirë, por jo vendi im. Në ato vende që janë parë për një kohë të gjatë, që gjërat kanë shkuar mirë, po përballen me mërzinë e inercisë. Ky forum që mbahet në Arabinë Saudite vjen në edicionin e tij të 9, ndërsa marrin pjesë vende nga e gjithë bota. Opozita mbështet propozimin e kryeministrit për një parlament më të vogël në numër. Lideri demokrat Berisha tha se është gati të ulet në tryez me Ramën për të diskutuar këto ndryshime kushtetuese. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i gatshëm të bisedojë me kryeministrin Edi Rama për ndryshimet në kushtetut. Nga Selia Blu, propozimin e kreut të qeverisë për uljen e numrit të deputetëve në parlament, e cilësoi të arsyeshëm. Por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e Republikës në kushtetut, po, jam gati, s'kemi asnjë kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Në konferencë me gazetarët, kryedemokrati u rikthye seancës parlamentare të SHN-s, ku e cilësoi të padrejtë procedurën e ndjekur gjatë raportimit të krerëve të institucioneve të drejtësisë. Nuk kisha pa ndonjëherë në eksperiencën time të gjatë 32 vjeçare një ditë ku përpjekja për të vërtetat triumfoi, aq bukur. Dhe ku kompromisi i krimit midis mercenar Dumanit dhe pengjeve të tij në mazhorancë, narkomazhorancë, prodhoi ato skena të papërsëritshme. Ndërkaq, Partia Demokratike ka depozituar dhe një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor në parlament, lidhur me programin i part 2 në bujqësi. Është një kërkesë e përsëritur nga ana e demokratëve për ngritjen e këtij komisioni, pas rrezimit të nismës së tyre në konferencën e kryetarëve. Një 17 vjeçar nga Vlora humbi jetën tragjikisht teksa po kthehej me motor nga puna në orët e vona të natës. Adoleshenti u përplas nga një automjet, shoferi i të cilit ishte në gjendje të dehur. Një aksident i rënd ka ndodhur pak pas mesnate në qytetin e Vlorës, ku një 17 vjeçar ka humbur jetën pasi u përplas nga një makinë teksa po udhtonte me motor. Viktima është Leandro Shametaj, 17 vjeç. Fatkeqësisht përplasja ka qenë fatale për të dhe i riu ka ndruar jetë pavarësisht përpjekjes së mjekëve. Sipas burimeve nga vendngjarja, për shkak të goditjes së fortë, trupi i viktimës është dëmtuar rënd. Familjarët e të riut kanë akuzuar mjekun ligjor dhe prokurorin se kanë zvarritur procedurat, çka ka sjellë edhe vonesat për tërheqjen e trupit të riut. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi djalit Çupës dhe ka ardhur në morgun e spitalit Vlorës. Kemi rreth 8 orë këtu, që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor, na ndihmoi të bëj veprimet e saj. Një makinë, na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Bulevardi Kryesor, nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. 32 vjeçari që drejtonte makinën tip Porsche Hajti Bajramaj ka qenë në efektin e alkoolit dhe me shpejtësi të lartë. Ai është shoqëruar nga policia për të marrë në pyetje në komisariat. Kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.